Videoja e Martin Canit trondit opinionin publik, drejtësia në Shqipëri në mpeshën e padrejtësisë, nepotizmit dhe heshtjes institucionale. Më 10 qershor 2025, rrjetet sociale u tronditën nga publikimi i një videoje të rëndë, ku shihet qartë ngjarja e përgjakshme që çoi në plagosjen e rëndë të Martin Canit e vdekjen e tij. Videoja u shpërnda me shpejtësi dhe preku mijëra qytetar, jo vetëm për shkak të dhunës së shfaqur, por sepse për herë të parë u shfaq një realitet që prej muajsh ishte heshtur nga institucionet e drejtësisë. Përtej emrit të përfolur të Mario Përleshajt, videoja vërtetoi diçka shumë më të madhe. Ai nuk ishte i vetëm në këtë ngjarje. Së bashku me të, në skenën e krimit ndodheshin edhe 7 persona të tjerë, disa prej të cilëve ishin përmendur vazhdimisht në dëshmitë e dhëna nga Luis Mecaj. Megjithatë, prokuroria dhe gjykata nuk i morën kurrë parasysh këto dëshmi. Këtu fillon një tjetër plagë e shoqërisë shqiptare, heshtja selektive dhe drejtësia për të fortët. Në video shfaqet edhe Kledion Bekaj, djali i një çifti që punon në institucionet më të rëndësishme të drejtësisë shqiptare si BK dhe SPA. Për çudi, emri i tij nuk është përmendur asnjëherë në raportet zyrtare, as në media, as nga organet e drejtësisë. Rasti i tij është shembulli më i qartë se nepotizmi në Shqipëri jo vetëm që ekziston, por është kthyer në një sistem të strukturuar që mbron fëmijët e të pushtetshëmve, ndërsa i shtyp ata që nuk kanë askën. Videoja vazhdon me figurat e tjera që, sipas dëshmive të deritanishme, ishin të përfshirë: Kingston Korbi, Armand Marku, Marcel Sina, Clevis Tema dhe sërish Luis Mecaj, i cili gjatë gjithë kohës ka deklaruar të vërtetën, por është injoruar. Të gjithë ndjekin një itinerar të qartë, i cili provon se kjo ngjarje nuk ishte një përplasje spontane mes 2 personash, por një përplasje në grup me pasoja të rënda. Në momentin kritik të videos, Martin Cani shihet duke vrapuar me dorën e mbuluar me gjak, disa centimetra larg zemrës. Pas tij ndjek Mario Përleshi me thikën në dorë, duke e ndjekur me egërsi. Mario më pas kthehet në vend ngjarje dhe largohet i shoqëruar nga një person tjetër. Kjo video është dëshmi e drejtë për drejtë që asnjë hetim nuk mund ta mohojë më. Ajo që trondit më shumë është fakti që pas 8 muajsh, dëshmia e Luis Mecajt që përmend të gjithë këta emra është lënë mënjan nga Prokuroria e Tiranës. As SPAK dhe as Gjykata e Tiranës nuk kanë marrë masa për të hetuar më tej. Përse? Sepse disa prej emrave të përfshirë janë të lidhur me njerëz të pushtetshëm? Sepse drejtësia shqiptare ka frikë të prek ata që kanë mbiemrat e duhur? Videoja e publikuar më 10 qershor nuk është një akt për të lënduar prindërit e Martin Canit, por një britm për drejtësi. Prindërit e tij prej muajsh nuk flen të qetë, ndërsa të vërtetën e ngjarjes e kanë pasur gjithmonë para syve. Dhe për ironi, ajo që quhet shtet i ka lënë vetëm. Për këtë arsye, familja Cani duhet të dërgojë çështjen në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njerëzit, atje ku ende ka shpresë për drejtësi reale. Nëse sot lejojmë që fajtorët të mos ndëshkohen, nesër do rrisim një brez të tërë kriminalësh të mbështetur nga struktura shtetërore. Djem që përshkruen si djelmosha për të zbutur realitetin, nesër do jenë burra me histori të zeza kriminale. A është kjo ajo që duam për të ardhmen e Shqipërisë? Kjo ngjarje duhet të jetë një thirrje për shoqërinë civile, për popullin shqiptar, nuk ka më kohë për të heshtur. Duhet protestuar, duhet kërkuar drejtësi, duhet mbrojtur e drejta dhe jo i forti. Sistemi duhet të përmbyset nga rënjët. Koha e drejtësisë selektive ka mbaruar. Koha është tani që populli të mos lejojë më të mashtrohet në emër të ligjit që mbron vetëm të vetët. Drejtësia është për të gjithë, ose nuk është fare.